Një konflikt mes dy adoleshentëve në fshatin Sheqeras Bashkisë Maliq ka përfunduar në dhunë të rëndë duke çuar në plagosjen me thik të një 15 vjeçari. Ngjarja ka ndodhur pas ditën e kësaj të premteje, ku një 14 vjeçar ka goditur me mjet prerës bashkëmoshatarin e tij, duke i shkaktuar plagë në pjesë të krahut dhe barkut. I plagosuri është transportuar fillimisht në qendrën shëndetësore të zonës dhe më pas është dërguar për ndihmë të specializuar në Spitalin Rajonal të Korçës, ku mjekët bëjnë medi se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë, pas ngjarjes, autori është larguar drejt banesës dhe ka fshehur mjetin prerës, i cili është sekuestruar më pas nga shërbimet e Komisariatit Policisë Maliq. Burime pranë hetimit bëjnë medi se i mituri ka deklaruar përpara efektive se konflikti me 15 vjeçarin kishte nisur prej kohësh për shkak të një përplasjeje të përsëritur në rrjetet sociale. Prononcohen gjyshi e autorit Arefie Kora dhe nëna e 14 vjeçarit që plagosi me thik djalin 15 vjeçar. Unë isha këtu në shtëpi me erdhi djali. Nëna tha uzura, tha me filan. Unë e shava, ce uzure. E po, si që është më tallë nga era, tha. Po unë kam bërë një zarar, tha, se unë kisha thika, tha, më vuri a ju poshtë, tha. Unë si që u këtheva, tha, nuk e di ku e zuri thika, tha. Ku e ke thikën më djalën? E kam edhur, tha. Pas e edhi vamneve në Korçë, në familje këtije, gjënë gjysmë të rrugës, morëm këtë të morin gjyshin e këti djali. E i tham të morë, si është djalë, ka se ne imi nisur për në Korçë, se nuk din jetë që kam bërë fëmija. Mos unë nisë i Korçë, tha, se do beret e madhja, tha. E unë nuk theva, pas e sa të bësh e madhja në Korçë? Ishtë në shkollë. Erdhi nga shkolla, e tha do dalë das me fëmijet. Kur dola në porta që do t'iknja, në atë kohë më thanë që djali erzen. E mora vesh që ishte zen e thik. Bullizim, e bullizoj shumë nga cmojnë. Thjesht me shokut, me këtej që ka pasur shumë debat, edhe ka pasur frikë që dalë jashtë.